Braktisja e fëmijëve është një prej gjunaheve, është një prej mëkateve të mëdha. Edhe numri i braktisjes së fëmijëve po shtohet, edhe ka tentativë në ngritje edhe të mbytjes së fëmijëve. Shënjestër.net. Vërtet nga fenomenet apo zhvillimet bashkëkohore të shqetësuese në popullin ton dhe që është duke u përhapur me të madhe është edhe braktisja e fëmijëve, e cila nuk ka qenë përpara. Dhe sigurisht se braktisja e fëmijëve është një prej gjunaheve, është një prej mëkateve të mëdha, sepse zakonisht fëmijët e këtij mbeten pa përkujdesje prindërore dhe mbeten edhe pa përkujdesje institucionale vetëm se në raste të rralla. Atëherë ata mbeten fillimisht në mëshirën e Zotit, pastaj edhe në mëshirën e fatit, kush dën me adoptu apo me u përkujdes për ta. Të shqetësuese është edhe kjo se një pjesë e të rive të rejave duke krijuar lidhje të përkohshme apo bashkëjetesë, kur po vinë deri tek fëmiu i padëshiruar në thojza që ata nuk po e dëshirojnë, atëherë le që po e braktisin, por fatkeqësisht ka raste edhe që po e mbysin. Për ata shifet në popullin ton, kohët e fundit, sidomos pas lufte, numri i aborteve është duke u shtuar, fatkeqësisht numri i shkurorzimeve është duke u shtuar, po ashtu edhe numri i braktisjes së fëmijëve po shtohet, edhe ka tentativë në ngritje edhe të mbytjes së fëmijëve dhe me pasojat e këtij gjunahi prindërit e atij fëmijët qenë të kurorizuar apo të pakurorizuar ata do të përballen edhe në jetën e kësaj bote, ku nuk do të kenë jetë të lumtur, nuk do të ketë një jetë të qetë, nuk do të kenë një jetë të rehatshme dhe ndërgjegja do t'i brejnë gjatë gjithë jetës, e pastaj kur do dalim para Zotit, do të dalë foshnja, vajza apo djalë qoftë, edhe do të pyetet, ashtu siç thot Allahu i madhruar, dhe foshnja do të pyetet për çfarë gabimi, çfarë mëkati ka bërë që e ka mbyt. Edhe normal që ajo është e pafajshme. Andaj kush dëshiron që ta rregullon jetën me Zotin e tij, duhet i kryej obligimet bashkëshortore, por nëse janë të pamartuar, duhet të kryejnë obligime tjera që janë të lehtëshme, lidhjen ta bëjnë në halal, ta bëjnë kunorizimin islam, ashtu siç i ka hije, e pastaj fëmijët janë begati, fëmijët janë dhunti, fëmijët janë mirëqenie për çdo familje kudo që vinë ata. Shënjestër.net.